Ne jemi sot në një pozicion ku realisht duhet jemi krenar edhe për mënyrën se si protestohet, edhe për faktin që gjithkush në Shqipëri ka drejtën të mendoj, të flasit çfarë doj. Kjo protesta i tregon të gjithë atyre hienave, çakejve, sorrave dhe korbave, sa kështu janë, që rrinë dhe rrokanisin kokën e Miletit çdo natë, që këtu është demokraci, këtu nuk ka autokraci. Këtu nuk ka rrahje protestuesish paqësor. Kur ti shkon atje, një grup për të ushtruar presion fizik mbi deputetët, aty pasaj jemi në të tjera territore. Po ata që bëjnë këtë nuk kanë lidhje me flamingot. Flamingot janë paqësor. Dallimi midis flamingove dhe sorrave e korbave është flamingot janë paqësor, ndërkohë që sorrat dhe korbat janë të dhunshëm. Kështu që ne me flamingot do t'i trajtojmë me shumë respekt dhe me shumë vëmendje shqetësimet dhe do bëjmë më të mirën e mundshme. Me sorrat dhe korbat ne nuk kemi çfarë bëjmë fare. Në fund ata përsëri do jenë të humbur dhe siç u mlodhën kokra dhe bën këtë tufën e zhurmshme, do shpërndahen kokra dhe do vazhdojnë të bëjnë atë krak e zakonshëm.